Të gjitha falenderimet, lavdrimet, madhrimet i takojnë Allahut të madhruar, atë falenderim dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje. Kërkojmë salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi shokët, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e drejtë deri në përfundimin e kësaj bote. Vëllezër të respektuar, ta ditë po përcjellim shumë prej gurbeqarëve tanë që po kthehen përsëri në vendet ku jetojnë e punojnë. Ndarja nuk është e lehtë, por le të mbetet pas saj një porosi e bukur dhe një emanet. Porosia e parë është mos në harroni në dua. Kur të ktheheni në vendet ku jetoni, mos harroni prindrit, familjarët, vendlindjen dhe këtë vend ku jeni rritur. Nga se Muhamedi alayhi salatu wassalam i porosiste personat të cilët udhtonin që edhe për të bëjnë një dua. Njëherë ju drejtua Omerit radiallahu anhu duke i thënë: mos më harro në dua o vllai i dashur. Omeri radiallahu anhu udhtonte për në Mekë që ta krije umren e pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ja dha këtë emanet dhe këtë këshill. Edhe thot Omeri radiallahu anhu, kjo është e këshilla më së shumti që më kalan për shtypje në zemrën në jetën time. Ndoshta një dua e sinqert e bërë larg nesh mund të jetë shkak që Allahu të na hap një derë të mirësisë. Porosia e ditë, përhapni të mirën që e keni përjetuar. Gjatë qëndrimit këtu keni parë shumë gjëra të bukura, mikpritjen, bashkimin familjar, vizitat, xhamin, sofrën dhe dashurinë mes njerëzve. Merrini me vete këto kujtime dhe tregojini të tjerëve. Ndërsa për ato që nuk kanë qenë të mira, mos i bartni si barë e as mos i përhapni mes njerëzve. Të mirën përhapeni, të keqen të i kalojeni. Sepse njeriu fisnik nuk është ai që nuk sheh të meta, por ai që diti ka përcej ato. Dhe këshilla e tretë, ruajeni identitetin tuaj. Ju jetoni larg vendlindjes, por mos e lini vendlindjen të largohet nga ju. Ruajeni gjuhën shqipe, që fëmijët tuaj të dinë kush janë dhe nga vinë. Ruajeni fen, sepse ajo është pjesë e identitetit dhe moralit tuaj. Fëmijët tanë mund të mësojnë shumë gjuhë dhe të jetojnë në shumë vende, por duhet të dinë edhe gjuhën e prindërve të tyre dhe vlerat me të cilat janë rritur. Të dashur gurbeqar, udhëtoni me shëndet e me të mira, mos harroni vendlindjen në zemër, familjen në dua, identitetin në jetën tuaj. Allahu ju ruajt në rrugë, ju dhon bereqet në punë dhe ju ktheft përsëri në vendlindje që të çmallemi me ju. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin.